33 vjeç dhe Arjan Hilaj 32 vjeç, të cilët akuzohen për veprat penale, heqja e palishme e lirisë, kryer në bashkëpunim, mbetur në tentativë dhe plagosja e lekët me dashje. Të dy personat në fjalë kanë tentuar të rëmbejnë një 17 vjeçar. Nga hetimet e para duket se konflikti nga personat të cilët tashmë janë vënë në panga dhe nga hetimet e para, pistat të çojnë drejt një konflikti që ka filluar në rrjetet sociale. Hyerje, ofendime të dy personave me të miturin 17 vjeçar. Konflikti i cili duket se ka degraduar, për këtë arsye të dy personat kanë tentuar ta rëmbejnë 17 vjeçarin në momentin kur ky i fundit po hynte në një lokal të qytetit të Pogradecit, të dy kanë tentuar të rëmbejnë dhe ta fusin me forcë në një makinë. Pra, kanë tentuar veprën e pengmarrjes.